Kur luajm Prishtina Allapi për mua është sigur me luajë Shqipënia dhe Kosova. Gëzohem kurse që të fiton. Së më nësh mendo, a? Jo. Prishtina Allapi, kush fiton nesër kupën? Mendoj që Prishtina. Është e favorizuar me Prishtina, po besoj që Prishtina e merr këtë kupë edhe pse jo, edhe në është një ekip që vjen prej një shteti më të madh me paraqit në gara evropiane, po besoj që ka edhe një mundësi pak më të mirë të prezantojë Kosovën pak më mirë. Fiton Allapi. Veç pse Llapian, a? Veç Allapi një po luajmë më mirë. Cili është Llapian pyve dyve? Asnjë. As për neve treve, çudi. Ti çfarë thua? Po mendoj Llapi se kom përcjell thjesht se di ç'a bëhet, po besoj Llapin është. Është Llapian kjo. Po Baratinës, po them. Prishtina, se unë me Ballkonin. Zama në kur është në pyetje Prishtina, gjithë janë për Prishtinën, kështu që mendoj se Prishtina fitoi edhe meriton me fitu, edhe meriton me dalë kampion në vitin tjetër. Prishtina Allapi nesër, çfarë po mendon? Sigurt? Sigur. Ai në stadion? Besoj që po. Kallëzim nesër a fiton Prishtina Allapi në finale. Prishtina. Dihet vetë Prishtina. Sigurt? Sigurt. Çka kupta ka me vet. Po qërë me këshirë realisht dhe me fitue Prishtina se ditën Prishtina është qendër e Kosovës dhe ekipe modhe e shumë viteve. As po dhimet Llapi, a? Po tash di sport, kush fiton është mirë. Losh, ti e këshir futbollin. Jo, na futboll këshiri. Ani, bëmani parashikim Prishtina Allapi nesër kush e fiton kupën? Prishtina. Dihet Llapi. Llapian ka kjo. Edhe? Prishtina. Në qëtë fush, nesër, apo të ajten, Prishtina me Llapin kanë u ballafaqur për finalen e Kupës së Kosovës, një prej ndeshjeve më të rëndësishme këtij sezoni. Të dy ekipet kanë pasur ecuri jo të mirë në kampionat, edhe triumfin në Kupë kanë ja shpëtuar sezonin pasi që fituesi dihet dal edhe në Europë.